Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë për herë të parë vendosjen e një sistemi raketor hipersonik në lindjen e mesme, një hap që mund të ndryshojë ndjeshëm balancat e sigurisë në rajon. Sipas raportimeve, CENTCOM ka kërkuar dislokimin e sistemit Dark Eagle për të rritur aftësinë e goditjeve në distanca të gjata, veçanërisht ndaj objektivave në Iran. Kjo kërkesë lidhet me faktin se disa kapacitete aktuale amerikane nuk arrin më objektivat e zhvendosura iragjëne, duke bërë të nevojshme një sistem më të avancuar dhe me rreze më të gjatë veprimi. Dark Eagle është projektuar për goditje të shpejta dhe precize ndaj objektivave të mbrojtur fort dhe me rëndësi strategjike. Nëse miratohet, kjo do të ishte hera e parë që një armë hipersonike amerikane vendoset në një zonë operative, edhe pse sistemi ende nuk konsiderohet plotësisht funksional. Ky zhvillim vjen në një moment të ndjeshëm, pasi mes SBA-s dhe Iranit ekziston një armëpushim i brisht, ndërkohë që negociatat për çështje të sigurisë dhe programit bërthamor mbeten pa rezultat. Ndërkohë, Donald Trump ka vijuar me një qasje të ashpër ndaj Iranit, duke ruajtur presionin ekonomik përmes kufizimeve ndaj eksporteve të naftës dhe duke paralajmëruar mundësinë e përshkallëzimit ushtarak nëse negociatat nuk avancojnë.